Kishte bo mirë Benet Beci, të këngëtarët si merë prej Vlonit, e merë prej Tiranit, e merë prej gjithë kanesh, e ju në ka 2-3 mijë euro në natë. Milan një koncert pa bo dhe marë me për komunitetin se na jetojmë këto. Ne nuk mund t'ikum tash për rrugët me në Tiranë më shpia. Ne këtu kena lek, këtu kena me dek. Po ban mirë se mi pa këta puni fije. Me lani koncert pa bo dhe marë me na rrugën mirë kishte bo. Kjo është thirrja e banorëve të fshatit Trush në njësinë administrative të Bërticës, të cilët këtë të martë janë zgjuar të përmbytur. Rruga bëhet e pakalueshme sa herë që bie shi, ndërsa situata është përkeqësuar dhe rrezikon të agravohet edhe më tej pas shkarkimeve të hidrocentraleve që po vijojnë prej ditës së djeshme. Thirrja atyre shkon ndaj Bashkisë Shkodër dhe Kryebashkiakut Beci që të bëj pastrimin e kanaleve kulluese dhe të shtrojë këto segmente rrugore që lidhin fshatrat mes tyre, pasi komunikimi për këtë komunitet është tehet i vështirë. Situata në zonën tonë është katastrofë, domethënë as çizve nuk takojnë. Kena dalë me vështirësi ato dalë në paraborrat Danjos, këtu çizve nuk takojnë. Domethënë është shkurt katastrofë më lë. Me shku me hap një kanalin atje si tash por të rruga Malçove, po i të rruga Malçove deri atje ku si ja kene hapën 2001 atë që ka hapë Bezgjemali, edhe me na quj këtë rrugë, me bo barabar me tjetën se i këtë pjesë 300 metra. Na me ra shina, turbi zotit mu me atësën 2026, tanë mund të tojnë të dalë në televizor, po nësë prej hallit e kena, po, me zedhet njoni kisha bo thirrje kërtajt bashkisë, me ardhë me bojnë takim me fshatin Trush. Ta sellin këtë mra pa herë, që mas të mesin vetëm qëtet se ja vetëm kur ka nivojnë marrë me këtë i kryet masana i marrë në Trush. Ta sjellin kërë kisha bërë thirrje dhe kryeministrit, i thojnë kryetarët bashkisë, merroj fije me katunën e Trushit, si nuk është në i shpenzim kolosale se 2 lagje janë, a lagje i to edhe lagje një matana nej, nuk ka kun tjetër. Me çu rrugë, me çu kanalizimet e tanazione. Si nuk është në i marramense, si ata nuk sa me na atje, na zdim zonë vetëm me shrukat, i këtë vend na valshojmë. I ka si kisha bërë thirrje on vetëm kryetarët bashkisë më ardhë me bojnë takimi to. Me pas situatin si jashtë. Janë projekte në bashki, që si ja punët të në zotin e të din. Pas dim zonë, na kena problemi këtë punë. Rreziku jonë është me i thonë me këtë bashki si kena. Për ishto, na zdim zonë që me bëmë, për ishto ma mirë na thojnë të mikët. Si këto lagje të fshatit Trush janë edhe shumë zona të tjera të njësive administrative të Bashkisë Shkodër që ende sot në vitin 2026 vojnë mungesën e infrastrukturës dhe shërbimeve më minimale.